Ndodhemi në ambientet e sallës të Ki Dervishi në Gjakov, ku po promovohet libri i autorit Bislim Hoti me titullin Histori e mohuar. Profesor, përse keni titulluar Histori e mohuar këtë libër? E kam quajtur ashtu për arsye se kemi heshtur deri më tani. Nuk ka kontribuar as historia, as akademia dhe një popullat, kur ndohet nga trungu një popullat e tjetër, e kam quajtur që ka mbet në rrije me epitete të cilët nuk i përcakton as historia, as dhënat arkeologjike, as etnografike, por për shkak të ngjyrës, kjo popullat nuk është konsideruar shqiptare. Prandaj, unë me këtë libër tim, kam mbledh të dhëna arkeologjike, historike, me njerëz eminent të kësaj fushë, me historian, me akademik, me profesor, me arkeolog, që ta zbardhëm të vërtetën e identitetit kombëtar, që kjo popullat e ndar padrejtisht vetëm për shkak të ngjyrës, sepse ngjyra nuk përcakton identitet kombëtar, është quajtur me epitete të lloj-llojshme, e posaçërisht me ato epitete si Maxhup, të cilat nuk kanë bazë historike, kurse mbas luftës me ndikimin e të huajve për ta ndarë dhe me te shqiptarin, dolen edhe epitetet e tjera egjiptiane, Ashkali, do të thot prej një komuniteti shqiptar. Dolen shumë epitetet e tjera, të cilat nuk kanë bazë historike. Andaj këtu, në këtë vepër, time, një hulumtim 15 vjeçar, janë të përfshirë të gjithë personat që kanë për detyrë ta tregojnë të vërtetën dhe askund nuk kemi hasë që këto epitete që kanë qenë ose kjo popullat në ndarë, e bullizuar, e stigmatizuar, çdo kund, e veçuar në shoqëri, qoftë në shkolla, qoftë në punë, qoftë në disa padrejtësi, vetëm për shkak të ngjyrës, nuk ka përcaktuar asgjë tjetër veçse popull shqiptar. Dhe këtu janë të gjitha materialet, posaçërisht kur kemi të bëjmë me kombin, se kombin e përcakton gjuha, adetet, zakonet, trashëgimia kombëtare e jo ngjyra. Nëse duam, ne kemi disa elemente. Për shembull, kemi në Rahoves një qytet, nuk di a keni dëgjuar. Ata flasin, regjistrohen shqiptar, flasin bullgarisht. Dhe njerëzve për shkak të ngjyrës ju thojnë ti si je shqiptar, e ai flet shqip. Do të thotë, ka shqiptar që e ndrojnë edhe flasin gjuhë tjera, kurse është i vetmi popull që po bullizohet, që vetëm flet gjuhën shqipe kudo që jeton dhe kudo që vepron. Ky libër veçse e tregon të vërtetën, nuk është një libër që është përcaktuar këtu vetëm sipas hulumtimeve të mia, po këtu kemi hulumtos, kemi shkencëtar, kemi historian, jo vetëm të Kosovës, po kemi të Shqipërisë, kemi të Maqedonisë, kemi të Turqinit, gjithçka puna 15 vjeçare është përmbledh dhe ka dalë vërteta në shë që kjo popull është me përjardhje fellazge, direkt pa përzime të tjera. Sa e vështirë ka qenë për ta botuar ju këtë libër? Nuk ka qenë e vështirë për arsye se unë e kam pas shënimet paraprake. Mandej edhe turizëm që kemi marrë në vitin 2024 në Institutin Albanologjik në Prishtinë, ku kanë referuar shumë akademik, historian, arkeolog, ata e kanë vërtetuar edhe me te librin për cilin kam synuar që ta bëjnë një vepër, sepse ky libër dhe kjo vepër tash e dalur nga unë është i vetmi libër ose i pari libër në gjithë teatrohet shqiptare që rezonon me të vërtetën historike që këto komunitete të ndarë nga trungu shqiptar të mos bullizohen më, të mos stigmatizohen, po të krijohet një shoqëri e përbashkët, sepse po bosh shqiptaria krejt bashk, nuk bëhet as Shqipëria e madhe. Si mendon se do pritet botimi i këtij libri kur të dalë në treg? Pa unë fillimisht me si jam mendastu, mendova që ta promovoj në Gjakov, e mandej ky libër do të promovohet edhe në institutet të tjera, si që është Akademia e Shkencave në Prishtinë, Akademia e Shkencave në Tiranë, Akademia e Shkencave në Tetov. Domethënë, ky libër i obligon të gjithë ata persona të cilat merren me histori, sepse kemi pas shumë raste dhe unë kam kritikuar shumë historian, sepse dalin jashtë kufive gjeografik për të kërkuar shqiptar, kurse shqiptarët e gatshëm këtu i kanë qujt minoritet. Si mendon se do pritet nga akademik, shqiptar apo edhe të huaj ky libër?
Unë me do mos, sepse ky libër në vete ka dhe rezoluta, ka edhe çështje tjera kërkesa që i drejtojmë edhe Bashkimit Evropian ose BE-s, të gjithëve që ta kuptojnë njëherë për gjithmonë të vërtetën, sepse kjo vërtet nuk duhet të mohohet, se kjo është e vërteta. Pret reagime? Po, pavarësisht pres reagime, po reagime të kret nuk kalon dyshime ky libër për reagime negative. Si mendon se do e presin lexuesit e rinj këtë libër? Po unë ashtu kam ndërmend se lexuesve të ri ty ja dedikoj këtë libër, posa që është në biblioteka kombëtare, në biblioteka shkollore, të rit, ata që të kuptojnë të vërtetën, sepse na më të rinj nuk kemi tashmë probleme, sepse ata kanë filluar vetë të solidarizohen, po problemi kryesor nga njerëz të moshuar, dhe të gjithë ata që e lexojnë duhet të kontribuar për këtë vërtet dhe të bashkëjetojmë, të bashkëveprojmë, sepse ky libër sjell solidaritet, sjell bashkim, sjell vëllazërim, sjell një emër komplet të një kombi dhe sjell edhe për masa tjera deri te një bashkim i përhapur, qoftë edhe pse jo edhe kombëtar. Për të gjithë lexuesit shqiptar, kur pritet që të dalin në treg? Po libri veç nga sot fillon që të dalin në treg dhe tash tutje do të vazhdojmë edhe në për vende tjera, në për komuna tjera, si në Kosovë, në Maqedoni, po ashtu edhe në Shqipëri.